Kjo është një lëvizje e madhe popullore dhe Partia Demokratike ka nderin tjetë pjesë, tjetë në balë kësaj lëvizje dhe mos t'ju lërë në balë deri në përmbysjen e Republikës së Krimit. Kjo nis me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe për këtë nuk ka e nuk do të ketë asnjë kompromis. Le ta kenë të qartë të gjithë ata që akoma nuk e kanë dëgjuar zërin e popullit, se tërheqje nuk do të ketë. Sot, nga ky shesh, dua t'ja bëj fare të qartë atyre dhe çdo kujt që mund të kenë ngënjur. Partia Demokratike e bëri punën e vet në parlament. Ishin ata që përjashtuan opozitën nga 7 ligjet me qëllim që të kapnin institucionet e reja të drejtësisë. Sot, për këto institucione, kjo mazhorancë që e ka frikë reformën drejtësi, propozon 29 kandidat për 27 pozicione. Pra nuk ka zgjedhje, ka emrime. A mund të pranojmë këtë ne? A mund të pranoni ju këtë? A mund të pranoni një drejtësi të kapur nga Edi Rama? Kurse si s'mund të pranojmë. Por nëse me të vërtet janë ata që nuk kanë frikë nga vetingu, ju them që me njëherë pas paktit për një qeveri të vullnetit mirë për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe pas korrigjimit të 7 ligjeve si pas vrejtjeve konsensuale të opozitës, urdhroni ta bëjmë vetingun e të shohim kush ka frikë nga drejtësia e pavarur.